Habit eksperti, flini në këtë pozicion dhe nuk do shihni kurrë ëndra të këqija. Fjetja përmbys, sipas një studimi të kryer nga Dr. Calvin të Universitetit në Hong Kong, ku përfshin 670 të rritur njerëzit që flinin barkas, shikonin ëndra pozitive dhe më emocionale. Fjetja përmbys shkakton një rrezë të gjerë ëndrash pozitive, duke qenë se këto ëndra janë të lidhura me dashurinë, takimet me persona të famshëm e të tjerë. Fjetja me kurrizë, shpesh njerëzit që flen me kurrizë dhe vendosin kokën mbi yastık në një kënd të parahatshëm dhe si rrjedhoj ata gërhasin më shumë. Gjithashtu ata që flen me kurrizë lëvizin më shumë, prandaj edhe ëndrat që shikojnë janë shpesh të ngatëruara dhe të paparashikuara. Tani që e dini se cilat pozicione gjumi ndikojnë në ëndrat që shihni, ndryshojini gjërat duke zgjedhur një pozicion të ri të fjetjes.